Situata e krijuar nga virozat, kryesisht ato gripale, sa vjen dhe po rëndohet gjatë ditëve të fundit të këtij muaji në Shkodër. Fluksi i pacientëve është rritur ndjeshëm në urgjencën e poliklinikës së qytetit, duke qenë se është edhe pika më e afërt për të marrë shërbimin që u nevojitet. Gjatë kësaj periudhe, pranë kësaj urgjence janë paraqitur çdo ditë mbi 30 pacientë të moshave të ndryshme, të cilët në të shumtën e rasteve shfaqin komplikacione. Gripi është në kulmin e tij, ka pasur edhe komplikacione, sidomos tek pacientët që kanë edhe sëmundjet kronike shoqëruese, ka prekur gjitha moshat. Fluksi është drejt rritjes, dhe mund themi që jemi drejt arritjes në një piku tani, duke parë dhe numrin e vizitave që janë rritje. Mi 50% vizitave që bëjmë ditë janë si trajtim kanë gripin. Apeli i mjekës Temali për të prekurit nga gripi apo dhe virozat e tjera është që të mos neglizhohet dhe pacientët të paraqiten menjëherë pranë mjekut të pastaj në rast të komplikacionesh t'i drejtohen mjekut specialist apo urgjencës. Simptomat janë një gripi normal, por që pastaj do fillojnë me një koll, me një temperaturë që nuk bjen dhe komplikimet më tepër janë me gjendje lipotimie, gjendje të fiktit, por nuk duhet që në fazat e para, që në simptomat e para të neglizhohet. Për këtë shërben mjeku i familjes, pastaj urgjenca që është për gripin e komplikuar më tepër. Përveç urgjencës së poliklinikës, fluksi të prekurve nga gripi është rritur ndjeshëm edhe në qendrat shëndetësore rajonale si dhe në urgjencën e Spitalit Rajonal Shkodër.